rreth 1 milion shqiptar jetojnë nën kushtet normale, që hyn tek varfëria i bie. Aq sa jemi, si 1 milion jemi, nuk është jemi dhe aq shumë, jo. Që këta 1 milion tani i bie që jo jetojnë, ata përpiqen të mbijetojnë. Edhe ky shkon e jep sasi parash të frikshme për të organizuar një idiotësi atje që nuk do sjellë asnjë dobi vendit. 4.5 milion nga taksat tona. Nuk shkuan për të rregulluar diçka, sepse çatia e këtij vendit pikon nga shumë anë. Nuk u kujdes mbylli një nga ato vrimat, por i përdori për të bërë një komplot si të shtym botën rreth luftës së tretë. Ajo ndodhi me 16 maj. Shtyrje se si të shkatërrohet kjo botë. Edhe aty morën pjesë edhe neve, duke na përfaqësuar ky i ashtuquar kryeminist. Kryeministri është ai që komandon këtë nga, po ky është marioneta e tij. Po, atë e kemi thënë për gjithë ju që ndiqni ndoshta për herë të parë se e dim që ne ju vlerësojmë dhe jeni të zgjuar dhe keni parë edhe video të tjera, ato që janë të ri, janë rishtas në këtë. Ka dalë në mënyrë rastësore kjo video, ju ftojmë të ndiqni edhe videot e tjera paraardhëse që ne kemi folur për ata se kush janë që kanë marioneta në dorë, pra Ramën e gjithë të tjerët, kush janë ata më të fuqishmit që janë të paktën në numër që komandojnë të botë dhe që po e shtyn drejt këtyre gjërave që ne ndryshe na shiten dhe ndryshe është realiteti. Dhe ne për atë po mundohemi të themi se çka ka pas kësaj tymnajës kaq të madhe që na shitet si diçka pozitive, por ne kemi thënë bashkë me Aleksin që do vi moment që ai tymi, pra siç është edhe spërkatja që ne nisëm dhe në fillim të këtij episodi, vjen moment që bie dhe del dukshëm rezultati i asaj. Siç është edhe spërkatja që e shohim që ne na bie imuniteti, kemi shumë probleme tjera me shëndetin, me shumë gjëra tjera. Ky është edhe rasti për sa i përket tymnajës që po bëjnë me gjërat e tjera, që ne shohim që përshkallëzohet lufta, përshkallëzohen gjëra të tjera, hapet një front tjetër lufte dhe vetëm krijohen probleme në botë për të vetmen arsye që këto të fuqizohen dhe ta shohin gjithmonë në botën në mënyrë të çrregullt dhe në përplasje. Po pse intereson kjo, Aleks? Që të ketë gjithmonë zhurmë, të ketë përplasje, të ketë fronte lufte. Pse intereson atyre djemve të këqij? Po se po hasin rezistencë. Ato do me thënë këto vatrat e luftrave i hapin kur ka rezistencë. Se nëse gjërat shkojnë ashtu siç këto duan të shkojnë, nuk ndihen. Thjesht vazhdojnë ato planet e tyre në heshtje. Siç që kishte përkatje që është në heshtje. Po atë se po e cënon njëri, kështu që do vazhdojnë ato. Tani këto u mblodhen këtu duke na paraqitur neve se rezistenca për shembull në rasti konkret tek lufta, nga kush po e hasin rezistencën? Po na paraqesin një Rusi të keqe. Po. Aty po përqendrohen tani. Ajo është e keqja, kurse këto marioneta, këto kukullat e hebreo-sionistave që u mblodhen sot, që u mblodhen me 16 maj atje, na janë ata të mirët, ata paqedashësit, ata paqebërësit. U mblodhen këtu për të diskutuar çështjen e Ukrainë-Rusi. Edhe duhet gjithmonë një armik, sepse po nuk pati një armik i sajuar, se Rusia nuk përbën rrezik. Pa këta e paraqesin të tillë që të mbushin mendjen edhe të popujve që t'i kenë në krah, që mos u duken këta pastaj në publik që këto janë ata negativët, janë ata të këqijt. Jo, këto janë ata që po kundërshtojnë uzurpuesen që quhet Rusi. Apo i duhet një ashtu, sepse po spati duhet ketë reagimi i tyre pas se s'do kishte vlerë. Edhe thonë ajo është e keqja, neve jemi të mirët, edhe duam që t'i bëjmë asaj, sepse po shkelën të drejtat e Ukrainës, si plas fare për të drejtat e Ukrainës, sa i vend po shkretëtohet atje, po imigrojnë dhe kush e di sa kanë humbur jetën atje, po shisin ai qenë si të mirë. Çdo gjë është për të luajtur me opinionin publik, se duan të kenë dhe popujt me vete këta.